Alba dhe Arushi rikthehen në Big Brother VIP Kosova 4. Pamjet behen virale. Një mister që mbajti publikun dhe fansat e Big Brother VIP Kosova 4 në tension për gati një ditë të plot ka marrë fund. Konkurrentja Alba Pollozhani është rikthyer në shtëpi pas një mungese që zgjati plot 20 orë, duke shkaktuar një val spekulimesh në mediat sociale. Zhdukja e Albës filloi me një herë pas përfundimit të spektaklit Prime të mbrëmshëm. Ndërsa banorët e tjerë vazhdonin rutinën e tyre, Alba nuk ishte më e dukshme në asnjë prej kamerave të shtëpisë, një detaj që nuk i shpëtoi shikuesve vigjilent. Mungesa e saj e papritur ngriti me një herë pikpyetje të mëdha. Për 20 orë, rrjetet sociale u mbushën me teori të ndryshme. Disa aluduan për një largim të mundshëm nga loja, ndoshta pas një vendimi të papritur personal. Të tjerë spekulonin për një problem shëndetësor që mund të kishte kërkuar ndërhyrje nga produksioni jashtë vëmendjes së kamerave. Nuk munguan as ta shethemet për një izolim të sankcionuar nga produksioni për shkak të ndonjë shkelje të rregullave të lojës. Drama mori fund pak minuta më parë. Alba Pollozhani u shfaq sërish në ambientet e shtëpisë, duke i dhënë fund pasigurisë. Kamerat e kapën atë në zonën e lavanderisë. Ajo duke i krejtësisht e qetë dhe në humor të mirë. Në vend që të trajtonte dramën e mungesës së saj, ajo filloi të bisedonte qetësisht me banorët e tjerë. Ajo po vepronte sikur asgjë të mos kishte ndodhur, duke ignoruar spekulimet e krijuara jashtë. Kjo qetësi ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin në publik, se cila ishte arsyeja e vërtetë e kësaj mungese kaq të gjatë dhe misterioze. Produksioni ende nuk ka dhënë një shpjegim zyrtar për 20 orët e zhdukjes së Albës, duke lënë hapësirë për të pritur detaje gjatë transmetimeve të ardhshme.